Besoj, doktor, rregulli i artë është ndjekja korrekt e një gruaje shtatzën gjatë gjithë procesit nga mjeku i saj. Por, përpara se ta mbyllim, kam shumë nevojë që t'ju japim jo vetëm atyre që janë aktualisht shtatzën, por edhe atyre që planifikojnë, sepse ju më herët thatë që disa vese si alkooli, duhani duhen shkëputur më herët përpara se ne të mendojmë ngjizjen një shtatzënie. Disa këshilla për të patur një shtatzëni të mbarë dhe për të patur bebe të shëndetshme, dhe sa më shumë bebe. Në radhë parë një shëndet i mirë tek një grua është rregulli numër 1. Pra, sa më shëndetshme të jetë një grua, aq më mirë do shkojë shtatzënia. E dyta është që mos t'i lëmë shtatzënit në fund, në kuptimin që mbi një moshë caktuar, pra mbi 35 vjeç, sepse problematikat rriten me rritjen e moshës tek nënat. Femra zakonisht ka një jetë të caktuar biologjike, kështu që duhet sa më herët ta shfrytëzoj këtë jetë biologjike në mënyrë që të plotësoj planin e vet, por jo gjithmonë kjo dihet, por edhe në ditët e sotme ne hasim shpesh me gra që kanë një moshë të avancuar në shtatzëninë e parë, dhe kjo sjell një problematik, pra përbën një faktor risku, pra dhe duhet le të themi një ndjekje më e mirë. E treta pastaj që është e rëndësishme është që bisedat informative janë shumë të rëndësishme, hapja e të dy palëve dhe raportimi çdo problemi shëndetësor, i çdo problemi që mund të ketë pasur në të kaluarën kjo nënë, dhe mos fshehja e sëmundjeve që mund të kenë kaluar ose e trashëgimisë në fis. Të gjitha këto janë informacion shumë i nevojshëm që gjithmonë gruaja duhet t'ia raportojë mjekut dhe të ketë një komunikim më të vazhdueshëm për këtë problem. Pra, mosha e nënës është kriter shëndeti i saj dhe informacione që duhet kaloj nga dy anët. Përmendët edhe diçka tjetër gjatë bisedës, thatë që faktori socioekonomik bën që shumë gra të shkëputen nga mjeku. Unë kam dëgjuar që ka dhe nëna shumë, le të themi, të fiksuara në thonjza që kërkojnë të bëjnë eko shpesh, bëjnë analiza shumë shpesh, cila do t'ishte një ndjekje normale? Atëherë, ka disa gjëra që duhet bërë patjetër, ka dhe disa gjëra që janë opsionale. Pra, nuk duhet mungojë asnjëherë ekografia në tremëjorin e parë, pra në fund të tremëjorit të parë, duhet bërë gjithmonë, sepse na jep informacion për zhvillimin e bebit dhe për disa sindroma gjenetike që mund zbulohen në këtë periudhë. E dyta është ekomorfologjike, që është në eko në muajin e 5, 22 javëshe, 24 javëshe, e cila na jep një informacion për formimin e bebit, pra anatomiat e bebit si është formuar, organet jetësore si janë formuar dhe çdo detaj që mund shikohet, aq sa mund shikohet në ekografi, sepse jo gjithmonë 100% nuk mund të shikohet. Dhe pastaj duhet bërë një ekografi paralindjes. Këto janë ekografi të detyrueshme që duhen bërë për të parë që një beb po ecën mirë. Pastaj, sipas situatave, mund të bëhen dhe ndjekje mujore, për të qenë më afër problematikës së një nëne, dhe duke parë ato gjëra që mund të ngrenë këmbanat e alarmit, siç janë ekzamenimet laboratorike, simptomatologjia që nëna ka, pra shenjat që ajo ka që dy të orientojnë drejt patologjive. Jo gjithmonë është e mundur që ti ta ndjekësh gruan në distancë, se ajo është në shtëpinë e vet, mjeku është në punën e vet. Sigurisht janë disa gjëra që me arritjen e inteligjencës artificiale mund të bëhen të mundshme të monitorojë, për shembull të monitorojë nëna në shtëpi tensionin, presionin e gjakut, monitorojë lëvizjet e fetusit. Pra këto janë gjitha me inteligjencën artificiale bëhet e mundur që të krijohet një komunikim direkt me pacientin, sigurisht edhe nëpërmjet platformave elektronike, pra jo të marrë në kohë reale të marrë informacione nga mjeku për një gjendje të caktuar që mund të ketë në shtëpi. Risi e shkencës që po na ndihmon. Sigurisht edhe këtu do ndihmoj.